بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندرojmë Allahun Azza wa Jalla, te falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjelli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, keni frikë Allahun Azza wa Jall me një frikë të vërtet dhe dini se gjëja më e madhe që e preokupon besimtarin është pyetja, a thu vallë si do të jetë fundi im? A thu vallë si do të takoj Allahun Azza wa Jall? A thu vallë në çfarë gjendje unë do ta mbaroj këtë jetë? Fa innal ibrata ibadallah laysat bi bidayati at-tariq. Po shkak se çështja vëllezër të nderuar nuk është se si fillojnë, por se si mbarojnë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Më të vërtet veprat janë sipas përfundimit. Husnul khatime ni'metun adhime, të nderuar vëllezër. Përfundimi i mirë është një mirësi e madhe e Allahut Azza wa Jall, wa tawfiqun min Allah, dhe sukses nga Allahu Jalla fi ula. Lakinnahu laysa amran ashwa'iyan, mirë po nuk është çështje vetëm shkel e shko, bel lahu asbabun min akhadha biha wuffiq wa man a'rada anha khushiya alayhi. Mirë po këto thot kanë shkaqe dhe sebepe, kush i merr thot ato ai pra do ta ketë një përfundim inshallah taala të mirë, ndërsa kush ja u kthen shpinën, pra duhet të friksohemi për te. Të nderuar vëllezër, për shkaqeve është el ikhlasu lillahi taala, fa in fal ikhlasu huwa asas kullu amal. Sinqeriteti ndaj Allahut Azza wa Jall në fjalë dhe veprat e tona gjatë gjithë jetës sonë, për shkak se sinqeriteti, të nderuar vëllezër, është baza e veprave. Wa huwa sirrul qabul, dhe sekreti i pranimit të veprave të Allahu Azza wa Jall. Men aasha mukhlisan lillahi ba'idan anir riya sadiqan fi ibadati fa inna Allah la yudayyi' sidqah. Dhe kush jeton i sinqert me Allahun Azza wa Jall, larg siefaçësisë dhe i sinqert në ibadetin e tij, thot Allahu Azza wa Jall nuk do t'ja humb sinqeritetin e tij. Thot Allahu Jalla Jalaluhu, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Dhe nuk jeni të urdhëruar vetëm që të adhuroni Allahun Azza wa Jall me sinqeritet të plot. E dyta, të nderuar vëllezër, për shkaqeve është el istiqamatu ala ta'atillah, qëndrueshmëria në ibadet ndaj Allahu Jalla Jalalu. Fala yakfi an tuti' Allah ahyanan bal al matlub al thabat. Dhe nuk është të mjaftueshme që besimtari të adhuron Allahun vetëm në sezona të ndryshme, por e rëndësishme është që të qëndrosh në fenë e Allahut Azza wa Jall gjatë gjithë jetës tënde. Thot Allahu Azza wa Jall, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Përsa i përket atyre të cilët thojnë se Zoti jon është Allahu Azza wa Jall, dhe pastaj qëndrojnë në këtë thënie, pra me vepra gjatë gjithë jetës e tyre, në momentin e vdekjes, pra kur t'ju vjen vdekja, do të zbresin me lajke nga ana e Allahu Jalla Jalaluhu, përgëzues për te dhe për ta, duke ju thonë që mos u friksonu dhe mos keni mërzi për atë çka e keni lënë, për shkak se vendi juaj do të jetë xhenneti i Allahut Azza wa Jall. Prej shkaqeve gjithashtu at-taubatu sadiqa, pra pendimi i sinqert, të nderuar vëllezër. Babuha maftuh, dera e pendimit është e hapur gjatë gjithë jetës. La yughlaq hatta tatla shamsu min maghribiha, dhe nuk mbyllet ajo derisa të lind dielli nga perëndimi.
من لازم التوبة كان دائما الرجوع إلى الله فيختم له وهو في حال إنابة. Dhe ai I cili vazhdimisht pra jeton duke kërkuar pendim te Allahu Azza wa Jall, pra ai me siguri se do të ketë një përfundim të mirë. Allahu Jalla Jalalu edhe besimtarëve pra të mirë ju tha: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dhe pendohuni të gjithë o besimtar të sinqert te Allahu Azza wa Jall, në mënyrë që Allahu Azza wa Jall pra t'ju shpëton. E katërta, kethratu dhikrullah, shpeshtimi I përmendjes së Allahu Jalla Jalalu, alladhi yalhaju lisanahu bidhikri fi hayati yuwaffaq linnutqi bihi 'inda mamati. Ai I cili jeton pra duke përmend Allahun Azza wa Jall gjatë gjithë jetës së tij, pra edhe në momentet e vdekjes ai do ta përmend Allahun duke thënë la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam: "Man kana akhiru kalami la ilaha illa Allah dakhala al-janna." Fjala e fundit pra e kujt është kjo fjalë la ilaha illa Allah, pra ai do të hijë në xhennet, dhe nuk ka mundësi të jetë fjala e fundit përveç e atij I cili ka jetuar duke përmend Allahun Jalla fi ula gjatë gjithë jetës së tij. Khamisan al-muhafadhatu ala as-salawat, pra prej shkaqeve të nderuara është ruajtja e kohëve të namazit, fa hiya umududdin, dhe ajo namazi pra është shtylla e Islamit. Wa awwalu ma yuhasabu alayhi al-abd, dhe gjëja e parë që ka mu pyet ditën e llogarisë, wa man dayya'aha day'a dinah, dhe ai I cili e ka humbur namazin, ai fatkeqësisht edhe e ka humbur edhe dinin të tërë. Wa man hafadha alayha kanat lahu nuran 'inda al-maut, dhe ai I cili e ruan namazin gjatë gjithë jetës së tij, do të jetë nur në momentin e vdekjes, do të jetë nur për te në varr, do të jetë nur për te ditën e llogarisë dhe mbi urën e siratit. E gjashta të nderuar vëllezër, el bu'du anil maasi, prej shkaqeve të qëndrueshmërisë në fen e Allahut Azza wa Jall, dhe prej shkaqeve të përfundimit të mirë është largimi nga mëkatimet e mëdha. Fa inna adh-dhunuba laha dhulmatun fil qalb, për shkak se mëkatet kanë errësirë dhe bojnë errësirë në zemra. وقد تحرم العبد من توفيق في آخر لحظاته, dhe për shkak një mëkatimi të madh ndoshta të vazhdueshëm mundet të privohet nga fjala la ilaha illallah në momentin e vdekjes. وكم من إنسان أريد له أن ينطق بالشهادة فلم يستطع بسبب ذنب كانت يصر عليه, dhe sa njerëz në momentet e vdekjes janë privuar nga fjala la ilaha illallah, ndoshta për shkak një mëkatimi të madh që nuk është penduar dhe s'ka hequr dorë. E shtata të nderuar vëllezër, as-suhbatu salihin, pra çka shoqërimi njerëzve të mirë, as-sahibu sahib, për ata është thonë se shoku është tërheqësi yt, was-salihuna yudhakkirunaka billah, dhe njerëzit dhe shokët e mirë janë ata që përkujtojnë ndaj Allahut Azza wa Jall, wa yu'inunaka 'ala at-ta'a, dhe të ndihmojnë në adhurim ndaj Allahut, wa qad yakununa sababan fi thabatika hatta al-mamat, edhe janë shumë herë shkaku që ti të qëndrosh në fenë e Allahut gjatë gjithë jetës tënde. Thaminan al-iktharu min al-a'mali as-saliha al-khafiyya, pra prej shkaqeve të përfundimit të mirë të nderuar vëllezër, është edhe bërja e veprave të mira, disa nga veprat e tyre, pra çka nuk I din kush post Allahu Jalla fi ula, ka sadaqati fi sirr wa qiyam al-layl wal ihsan alladhi la yattali alayhi ahad, sikur një sadaka e msheft, apo direkatet e natës të fsheta, apo bamirësia të cilën nuk I din kush pas Allahu Jalla fi ula. Të nderuar vëllezër, pra një veprim të tillë na e praktikojmë në jetën dhe për dunjën tonë. Gjithherë një rezervë të parave, çdo njeri nga ne ndoshta I man msheft dhe I le ato për raste të veçanta që nuk I din askush. Kështu prapë kupton duhet të jenë disa veprimet e tona, pra si lloj krediti për neve për gjendje të vështira, për gjendjen pra në jetën e fundit ku takon me lajkin e vdekjes, për gjendjen në varr dhe për gjendjen ku dalmi para Allahu Jalla fi ula. Fa hadhihi al-a'mal baynaka wa bayna Allah, dhe këto vepra janë mes teje dhe Allahut, wa hiya min a'zami asbab at-tawfiq inda al-maut, edhe këto vepra të fsheta çka I di pos Allahut Azza wa Jalla askush, këto janë ndër veprat më shumë që të ndihmojnë dhe ta lirojnë gjuhën në momentet e vdekjes. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله من أعظم ما يعين على حسن الخاتمة për gjërave gjithashtu që ka ndihmojnë robin të nderuar vëllezër që ta ketë një përfundim të mirë ad-du'a us-sadiq, duaja e sinqert ndaj Allahu xhalla fi ula. Fa kam min 'abdin naja bi da'wa, dhe sa njeri ka shpëtuar për shkak një duaje të sinqert që ka bën. Wa kana min du'a'i salaf, edhe nga duat e selefit thoshin Allahumma ahsin khatimatana fil umuri kulliha, o Allah çdo vepër që e bëjmë na i ban që të jetë për neve përfundimi mirë, wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah, dhe nga na shpëton nga përshërsia dhe pavlerësia e dunjos dhe azabi i ahiretit. Gjithashtu të nderuar vëllezër, nga shkaqet që kanë na ndihmojnë neve të kemi një përfundim të mirë është tadhakkurul maut, pra për kujtimi i vdekjes, fa innahu yudhahhib an-nafs, ajo pra e pastron nefsin, u yukassir al-ghafla, gjithashtu pra erizion edhe gafletin, u yaj'aluka da'iman al-isti'dad, edhe të ban që gjithherë të jesh pra i përgatitur për vdekje. Qala sallallahu alaihi wasallam akthiru min dhikri hadim al-ladhat, dhe shpejtoni përmendjen e asaj që ja prish lezetet dhe kënaqësitë e kësaj dunjaje. Të nderuar vëllezër, gjithashtu as-sabru 'ala al-bala, pra bërja e sabër ndaj musibeteve, fa inna al-bala'a yukaffiru adh-dhunub, për shkak se sprovat pra i fshin mëkatet, wa yarfa'u ad-darajat, edhe ngritin në derejë besimtarin, wa idha sabara al-'abdu wahtasab kanat khatimatuhu tayyibatan bi idhnillah, dhe ai i cili është provuar me sprova të ndryshme dhe ban sabër dhe llogarish për blimin të Allahu azza wa jall, ky ndoshta do ta ketë gjithashtu një përfundim të mirë në momentin e vdekjes. Ibadallah, ihdharu asbab su'il khatima, të nderuar vëllezër, të kemi kujdes ndaj shkaqeve që na bojnë që të kemi një përfundim të keq, iyadhan billah, kestihanati bidhunub, sikur që lehtësimi i bërjeve të mëkateve, war-riya, dhe bërja e veprave me falsi, wa dhulmun nas, dhe padrejësia ndaj njerëzve, wal ghaflatu anillah, edhe duke qenë të shkujdesur ndaj Allahu xhalla fi ula. Fa inal quluba bayna asba'in min asabi ar-rahman, për shkak se zemrat e tona qëndrojnë mes digishave të Allahu xhalla fi ula, dhe Allahu xhalla xhelalu i rrotullon katëdon ai. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me bante një dua të cilën edhe ne duhet që ta bëjmë vazhdimisht, thoshte ja muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, o rrotulluesi zemrave, na i forco zemrat tona pra në dinin tan. Khatimatun mu'athira, një përfundim të nderuar vëllezër, kam min insanin kharaja min baytihi wa lam ya'ud, sa njeriu ka dal nga shtëpia dhe nuk është kthim, është i gjallë ndoshta, wa kam min sahihin asbaha maridan, dhe sa i shnoshi është bon i smuar, wa kam min hayyin yuntadharu mautu, dhe sa njeriu i gjallë pra ndoshta e pret vdekja. Fasta'iddu rahimakumullah li yawmin la yanfa'u fihi malun wala banun, dhe përgatitnu të nderuar vëllezër për një ditë që nuk ban dobi malli edhe as evladi, illa man atallaha biqalbin salim, përveç ai i cili shkon te Allahu azza wa jall me një zemër të pastër. Allahumma ahsin khatimatana وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا ورسول الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.